I cilësuari si shqiptari me i urryer në Amerikë, Martin Shkreli, është përfshirë sërish në një çështje ligjore, këtë herë për një album muzikor jashtëzakonisht të rrallë i cili ekziston vetëm në një kopje të vetme dhe nuk lejohet të publikohet për publikun deri në vitin 2130. Padia e re ka rikthyer në vëmendje një histori të pazakontë që përzien muzikën, parat dhe skandalet ligjore. Padia lidhet me albumin Once Upon a Time in Shaolin, i krijuar nga grupi amerikan i hip-hopit Wu-Tang Clan. Shkreli pretendon se janë shkelur të drejta që sipas tij i përkisnin që nga momenti kur e bleu albumin vite më parë. Por çfarë është ky album muzikor dhe pse është kaq i veçantë? Në vitin 2015 Wu-Tang Clan krijoi një album ndryshe nga çdo tjetër, vetëm një kopje në botë, e menduar si një vepër arti. Artistët vendosën që albumi të mos publikohej dhe të mos shitej për dëgjim publik për 88 vite, me idenë që muzika të trajtohej si një art i rrallë, jo si produkt masiv. Albumi u nxorr në ankan dhe u blen nga Martin Shkreli për rreth $2 milion. Në atë kohë Shkreli ishte i përfshirë në një skandal kur kompania e tij bleu të drejtat e ilaçit jetik Daraprim, që përdoret për trajtimin e një infeksioni serioz te pacientët me imunitet të dobët. Menjëherë pas blerjes ai arriti çmimin nga rreth $13 në $750 për pilul, duke e bërë trajtimin praktikisht të papërballueshëm për shumë pacient. Vendimi shkaktoi reagim të madh publik në SBA, i përforcuar edhe nga sjellja e tij provokuese dhe arrogante në media dhe rrjetet sociale. Për këtë arsye Shkreli u quajt gjerësisht si njeriu më i urryer në Amerikë, një reputacion që e ndoqi edhe pas dënimit të tij për mashtrime financiare. Çfarë ndodhi më pas me Martin Shkrelin? Në vitin 2017 Shkreli u dënua për mashtrim financiar. Si pjesë e dënimit, shteti amerikan i sekuestroi pasuritë, përfshirë edhe albumin e tij unik, që nga ai moment Shkreli nuk ishte më pronar i tij. Albumi u rishit nga autoritetet dhe përfundoi në duart e një grupi koleksionistësh digjital të quajtur Pleaser DAW, të cilët e blen për rreth $4 milion. Ata kanë të drejtë ta shfaqin albumin vetëm në evente private apo në ekspozita, por jo ta publikojnë lirshëm për publikun. Por pse u rikthye konflikti mes tyre dhe Shkrelit? Në vitin 2024 Martin Shkreli tentoi ta transmetonte albumin në internet, edhe pse nuk e zotëronte më. Ky veprim çoi në padi nga Pleaser Radio. Tani në vitin 2026 Shkreli ka hapur një padi të re, duke thënë se disa të drejta që ju premtuan fillimisht nga RZA-ja dhe Cliva Rings, antar dhe producent i grupit të hip-hopit Wu-Tang Clan, i janë shitur më vonë një palë tjetër. Aktualisht çështja është ende në proces gjyqësor dhe nuk ka një vendim përfundimtar, ndërkohë albumi mbetet i padëgjuar për publikun.